Marrëveshja e sapo shpallur mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të jap fund konfliktit mes dy vendeve dhe të rikthejë stabilitetin në rajon, është pritur me zhgënjim nga shumë palestinezë në Gaza dhe në bregun perëndimor. Banorët e Gazës thonë se kishin shpresuar që marrëveshja do të përfshinte edhe fundin e vuajtjeve të tyre dhe një zgjidhje për krizën humanitare që vazhdon prej muajsh. Shumë prej tyre deklarojnë se ndihen të harruar nga bota, ndërsa jetojnë të zhvendosur dhe në kushte tepër të vështira. Pakistani, një nga ndërmjetësit kryesorë të negociatave, njoftoi se SBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për të dhënë fund luftës mes tyre dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Dokumenti parashikon gjithashtu ndërprerjen e operacioneve ushtarake në disa fronte, përfshirë Libanin. Megjithatë, Izraeli, i cili nuk është palë në marrëveshje, deklaroi se nuk do të tërhiqet nga zonat e sigurisë në jug të Libanit, në Gaza dhe në Siri. Ministri izraelit i mbrojtjes paralajmëroi gjithashtu se vendi do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi iranian. Ndërsa shpresat për paqe po diskutohen në tavolina diplomatike, në Gaza dhuna vazhdon. Autoritetet shëndetësore palestineze raportuan se sulmet izraelite dhe të shtënat vranë të paktën 4 persona vetëm gjatë të hënës. Një ditë më parë, sipas të njëjtave burime, 6 persona të tjerë humbën jetën nga sulmet të tjera. Në të njëjtën kohë, negociatorët po përgatiten për randoj të tjera bisedimesh në Kairo, me synimin për të ruajtur planin e paqes të ndërmjetësuar nga SBA-ja. Pakënaqësia ndaj Washingtonit ndihet edhe në bregun perëndimor të pushtuar. Banorët e fshatit pranë Ramallah, ku një xhami dhe pronat të tjera u dëmtuan nga një sulm i dyshuar zjarrvënës, shprehen se nuk kanë parë mbështetje reale nga administrata amerikane. Policia izraelite ka bërë të ditur se ka nisur hetimet për incidentin dhe ka arrestuar 6 persona të dyshuar.